Është rihapur rasti i njohur si veteranët, ku të akuzuar për keqpërdorim të detyrës janë përfaqësues të zonave operative të ushtrisë çlirimtare në Komisionin Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Pjesëtarëve të Luftës së UÇK-s. Në seancën e të hënës ishte paraparë që gjykata të shpall aktgjykimin për këtë rast, por kryetari i trupit gjykues Gazmend Batiri tha se para vendimit ka nevojë të sqarohet shifra që prokuroria pretendon që është e fryrë. Ka vendosur që të rihapet seanca e shqyrtimit gjyqësor vetëm edhe për një seancë gjyqësore për sqarimin e çështjeve konkrete në raport me numrin prej 19.500 veteranë të cekun në akt akuzën e Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës dhe seancën e shqyrtimit gjyqësor e caktuar me 20 maj në ora 13:15, në të cilën mendojmë ta përmbyllëm edhe këtë çështje. 12 të akuzuarit për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar janë Agim Qeku, Rustem Berisha, Shkombin Demaliaj, Nureddin Lushtaku, Sadik Halit Jaha, Qel Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Faik Fazliu, Smajle Lezaj, Fadil Shurdhaj dhe Xhavet Jashari. Nga mbi 80.000 aplikues, statusin e veteranit, komisioni u ka njohur afër 46.000 persona. Sipas aktakuzës së hartuar nga ish prokurori special Elias Blakaj, personat e përfshirë ngarkohen se gjatë periudhës së viteve 2011-2017 si antarë të komisionit qeveritar, kanë të kaluar kompetencat dhe kanë vepruar me qëllim që të mundsojnë përfitime të kundërligjshme për individ të caktuar. Për pasojë, sipas prokurorisë, buxheti i Kosovës është dëmtuar në 10 miliona euro. Ky rast pati përfunduar me aktgjykim lirues me 19 janar 2021, por me 26 prill të 2022-s, gjykata e apelit e ktheu rastin në rigjykim. Që nga ngritja e aktakuzës me 7 dhjetor 2018, prokuroria speciale ka kërkuar edhe pezullimin e pagesës së pensioneve për 19.500 veteranë. Kërkesë kjo që është refuzuar nga gjykata me arsyetimin se nuk ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me të akuzuarit, por se me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale. Të akuzuarit kanë theksuar se vendimet për njohjen e statusit të veteranëve janë marrë në bazë të dokumentacionit dhe verifikimeve në nivel komandues, dhe se nuk ka prova që vërtetojnë se ndonjëri prej të akuzuarve ka vepruar me qëllim përfitimi apo dëmtimi të buxhetit shtetëror.